Në këto momente jam me kolegun Sokol Dema në kryeqytet dhe me Armand Brahon në qarkun e Korçës. Me njerë me kolegun Dema, i cili ndodhet në këto momente në shkollën Vasil Shanto, aty ku marrim situatën me votimet dhe ka personat arrestuar. Përshëndetje Sokol, përshëndetje Mandi, me njerë nis me Sokolin. Si është situata dhe ka persona të arrestuar Sokol përsa i përket fotografimit të votës? Po Nertil, përshëndetje, prakisht mund të them që unë jam zhvendosur pranë shkollës Vasil Shanto për momentin. Situata vjon të jetë e qetë, për gjatë ditës sotme nuk ka pasur problematika dhe sigurisht votimi ka vijuar pa probleme. Megjithatë, njëjta gjë nuk ka ndodhur në tërësi, pra jo vetëm në kryeqytet, por edhe në Elbasan. Ka shkuar në 5 numri i personave të cilët janë arrestuar nga ana e policisë pasi kanë tentuar apo kanë fotografuar pra votën në disa qendra votimi të ndryshme. Sigurisht bëhet fjalë pas rastit të 56 vjeçares pra të arrestuar në Elbasan, Majlinda Cani, me sa duket më vonë ka pasur. Arrestimet janë bërë në flagrant Sokol apo pasi kanë publikuar fotot le të themi në rrjetet sociale? Në pjesën më të madhe të tyre, me sa duket policia ka marrë indicjet përmes publikimit në rrjetet sociale apo edhe në denoncimet që janë bërë nga ana e disa kampeve politike. Për shembull, një rast i fundit që është publikuar pra vota në rrjetet sociale nga vetë personi i cili është arrestuar, bëhet fjalë për Renato Ferin, 34 vjeç, i cili e ka publikuar pra në rrjetin e tij social, konkretisht në Instagram, foton e votës së tij dhe rrjedhimisht ka sjellë pra më pas arrestimin e tij nga ana e policisë. Publikimi i fotos dhe më pas bërja e saj virale përmes disa portaleve të ndryshme ka bërë që policia të trokas në derën e tij dhe ta arrestoi në veprën penale shkelja e fshehtësisë së votimit. Patjetër që përveç tij, siç theksova më sipër, policia ka mundur të arrestoj edhe persona të tjerë, përmenda pak më herët rastin e Elbasanit të Majlinda Canit, më pas një gruaje tjetër, po 56 vjeçe, e cila është arrestuar, po ashtu edhe 2 persona të tjerë në kryeqytet. Bëhet fjalë për një 57 vjeç dhe 28, respektivisht Hasan Doka dhe Redion Lelo. Janë të arrestuar për po të njëjtën vepër penale nga ana e strukturave të policisë dhe sigurisht do të ndiqet e njëjta procedurë standarde, pra që është në lidhje me arrestimet përmes një mase të dhënë sigurie brenda 48 orësh nga ana e policisë. Patjetër që tentativa të tilla, me sa duket, nuk po tolerohen përgjatë këtyre zgjedhjeve. Një bilanc i plot pritet të bëhet vetëm në fund pra të rreth orës 19 nga ana e policisë, nëse do të ketë apo jo raste të tjera të tentativës për të fotografuar votën, por sigurisht që duhet të ndikojmë ndoshta edhe në këto momente për të kujtuar shikuesit që kjo është një vepër penale dhe kurse si vota nuk duhet fotografohet nga ana e tyre gjatë momentit që konsiderohet sublim dhe krejtësisht personal. Ndërkohë Sokol, shkurtimisht, si po shkon procesi i votimit pranë qendrës ku ju jeni tek shkolla Vasil Shanto? Në fakt, votimi ka vijuar pa problematika, sigurisht që ka patur qytetarë të shumtë. Në momentet që flasim është piku i drekës, mund ta themi në këtë formë, dhe vimësia e votimit mund të ketë patur një ngecje të paktën për orët e drekës, për shkak se qytetarët janë duke pushuar nëpër shtëpitë e tyre. Megjithatë, rreth orës 15 kam përshtypjen që referuar edhe zgjedhjeve të kaluara, pritet të ketë një rikthim të bumit të votuesve për të hedhur pra votën e tyre. Në tërësi, jo vetëm në shkollën Vasil Shanto, por edhe në të gjitha shkollat që kam ndjekur që janë në afërsi, për shembull shkolla Zabaudin Gabrani, nuk janë ndjer pra problematika, procesi i votimit ka vijuar pa probleme dhe sigurisht me shpresën që në orën e vijim do të ketë një shtim të numrit të tyre për të patur sa më tepër qytetar, pra që do të ushtrojnë të drejtën e votës për gjatë gjithë kësaj dite. Faleminderit Sokol Dema, shkojmë shkurtimisht në pak në